Mirë dita mitë e mitë YouTube-it. Sot do të prezantoj një skadalkoll ose jak ose gjysmë pelerine. Kjo që ndronë kështu në trup, lidhet këtu te qafa, e kam bërë me kordon në qaf, dhe kjo vjen si mbas qafës që mund të jetë, e lidhim këtë, dhe që ndronë në këtë mënyrë. Kjo është shoqëruar edhe me një kapuç, dhe se si është bërë modeli kësaj dhe i kapuçit, do t'ja u shpjegoj tashi. Tani më ndihni këtu në kanalin tim të YouTube-it se si mund të bëjmë këtë modelin. Ky kapuç ka filluar këtu poshtë, është punim relief. Se si bëhet ky punim dhe si fillojnë kapuçat, unë e kam shpjeguar në videot e mëparshme. Tashi do t'ju shpjegoj se si bëhet ky modeli. Kjo fija punohet me grep numër 6, që dhe puna mos të dali shumë e ngushtë, se ka njerëz që e kanë dorën të ngushtë, edhe nëse do punoj me grep më të hollë, puna do dali shumë e ngushtë. Gjithmonë kapuçët e shallët duhet të jenë çik të lirshëm, mos të jenë të shtrënguar. Kjo fija në Shqipëri është fija mimoz. Domethënë fija mimoz duhet të punohet me grep numër 6. Tani do të shpjegoj, do bëj një mini kampion të vogël për të shpjeguar se si bëhet ky modeli. Është një model i thjesht, edhe ato që janë fillestar mund ta bëjnë kollaj. Se është vetëm me mbushje. Kemi bërë 2 zinxhir dhe gjithmonë do ta marrim, nuk do marrim lak. Do ta fusim këtu 1, 2, 3. Me gjithë të që është tu dalin 4. I tërheqim të 4, i mbyllim dhe këtë vendin këtu do dalëm çik të lirshme që të futet koka e grepit, sepse ky grepi është i trash kur punohet edhe po të jetë shtrënguar me zi futet. Tani, e dyta. Te kjo këmba që kemi mbyllur, këtu, si që shikoni këtu. Marrim prap këtu, pa lak, gjithmonë pa lak. 1, 2, 3. I nxjerrim për njerëz, i bëjmë mbylljen. Prap, pa lak. 1, 2, 3. I nxjerrim. 1, 2, 3. I nxjerrim të gjitha edhe i bëjmë mbylljen. Vazhdojmë prap. 1, 2, 3. I nxjerrim. Bëjmë mbylljen. Dhe kështu do vazhdoj deri në fund. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Për të gjithë ata që janë të interesuar se sa kushton ky seti i kapuçit dhe kësaj skadalkollës, të më lërë koment në Messenger Luiza Koço Dori. Gjithashtu unë i falendroj të gjithë ndjekësit, të gjitha që bëjnë komente dhe pëlqime në kanalin tim të YouTube-it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E mbyllim këtu dhe tash në fund kjo mbyllja bëhet këtu ku është filluar që kemi bërë 2 zinxhir. Dhe e nxjerrim pa marrë lak fare në këtë pozicion. Do bëjmë gjithmonë 2 zinxhir, 1, 2. Tani do futet këtu, te kjo mbyllja këtu, do futet grepi. Prandaj u thash do të jetë çike e lirë kjo këtu, që do futet grepi se kur është grepi me zi futet grepi kur është i trash. Një. E shikoni?
Një. Ja dhe një. E mbyllëm këtu. Kemi bërë 2 zinxhir. Do të marrim parlak. 1, 2, e 1 këtu, 3. Edhe i mbyllim. Prap do vazhdojmë këtu. 1, 2, edhe 1, 3. Opa. Gjithse janë 4 syçka me këtë. Do bëjnë 4. Atëre. 1, 2, 3, edhe 1 që është këtu, 4. I nxjerrim. Ja si vi modeli. Por gjithmonë do të punuar gjithmonë me grep të trashë, me grep të hollë. Edhe duket e modeli i bukur, edhe rije lishme, nuk rije e shtënguar. Edhe kështu do vi rumbullaku. Tani se sa duhet masa e kapuçit, e mirat mirave, është ta masni kokën me metër, ose mund ta vini me fije, nga balli deri mbrapa kokës. Për çdo lloj moshe. Që ta dini domosdoshmë sa duhet ta bëni këtë rumbullakun e kokës. 1, 2, 3. Gjithmonë e njëjta gjë vazhdon. 2, 3. 1, 2, 3. Kush është interesuar se si punohet me grep, unë bëj dhe kurse online për të mësuar të gjitha ata persona që duan të bëjnë grep dhe të mësoj se si bëhet grepi. 1. Shiko kur është çike vogël, me zi futet. Nuk do ta shtrëngojmë shumë për shembull. 1. Shija kur është e lirë si futet kollaj. 2, 3. 1, 2, 3. Erdhëm te fundi. Tani parlak do ta marrim këtu. Ku e kemi filluar? Bëhet mbyllja gjithmonë, e nxjerrim kështu direkt. E pastaj bëjmë prap 2 zinxhir, 1, 2, e gjithmonë e fusim këtu prap. 1, 1, se na rështjet, 2, 3. Mos harroni gjithmonë që do punohet kjo fija me numër 5, 6, që dhe modeli të dali i bukur. Kujt i pëlqen video ime, të nënshkruhet, të bëj pëlqime dhe komente në kanalin tim të YouTube-it. Miru dëgjofshim në videot e radhës me modele më të bukura.